Etikës Perëndimit në Greqi, me aplikimin e metodave të reja analitike në restaurimin e veprave të artit bizantin dhe pas bizantin, rasti ikonës Shënmëria me shenjtar. Përshëndetje të gjithëve. Studimi me cilin do të njehim në vijim lidhet me interpretimin e rezultateve të disa teknikave fiziko-kimike që u aplikuan në ikonë me numër inventari 3622 me qëllim jo vetëm identifikimin e materialeve përbërëse, por edhe dokumentimin e fazës mbi pikturimit, të dokumentimit të fazës fillestare, por veçanërisht edhe në konsiderimin e përfshirjes së teknikave arkeometrike si një qasje e re për realizimin e një restaurimi më shkencor. Prezantimi sotëm do të zhvillohet në dy pjesë, në pjesën teorike dhe në atë eksperimentale. Metodologjia e përdorur gjatë këtij kërkimi kombinon teknika diagnostifikuese jo invazive dhe invazive për të eksploruar patologjinë e pikturës, për të kuptuar stratigrafinë e saj, për të identifikuar materialet përbërëse dhe veçanërisht për të marrë informacion mbi ndërhyrjet dhe fazat e ndryshme të saj. Ikona me numër inventar 3622 është e një rëndësie të veçantë sepse paraqet dy shtresa piktorike të vendosura njëra mbi tjetrën në të gjithë sipërfaqen e saj, çka tregon praninë mbi pikturimeve të dallueshme me sy të lirë, ruan kompozim të ngjashëm në të dy fazat e saj, domethënë është e përbërë nga dy breza ku në brezën e sipër mbizotron skena e deisis dhe në brezën e dytë dhe të poshtëm pikturohen katër shenjtor. Ikona e ka origjinën nga kisha e Shëngjërgjit në qytetin e Beratit. Aktualisht ajo ruhet në fondin e Muzeut Kombëtar të Artit Mesetar në Korçë. Gjendja e konservimit të ikonës paraqitet shumë problematike. Janë evidentuar një numër i konsiderueshëm problematikash, ndër të cilat mund të listojmë se vijojnë më poshtë. Paneli drysor paraqet dëmtime serioze të shkaktuara nga insektet drungrënëse. Dëmtime më të theksuara ndodhen në pjesën e poshtme të djathtë së ikonës, që kanë rezultuar në humbjen e një pjese të tërë të drurit, së bashku me të gjitha shtresat piktorike mbi të. Paneli drysor paraqet gjithashtu çarje, krisje dhe kanjolla të ndryshme mbi të. Gjithashtu, verniku i aplikuar në sipërfaqen e ikonës në të dyja fazat piktorike paraqet një sër patologjish. Së pari, konstatohet një shkallë e lartë të oksidimit të vernikut, i cili është errësuar dhe pengon lexueshmërinë e kompozimit piktorik. Së dyti, verniku paraqet kurrje dhe krijimin e një rrjeti çarjesh. Në zona të ndryshme të ikonës janë identifikuar dhe pika të thara boje vaji, papastërti dhe gjurmë ndylli. Patologjitë e ikonës janë dokumentuar në mënyrë përshkruese fotografike dhe grafike. Për qëllimin e këtij studimi u përzgjodh aplikimi i radiografisë digjitale, duke marrë parasysh të gjitha përparësitë që kjo teknikë ofron. Rrezet X të përdorura kishin parametrat siç paraqiten në tabelë. Në sajtin e radiografisë u njohëm informacione deri më tani të panjohura për ne, lidhur me kompozimin piktorik, qoftë sepse ato i përkasin fazës së parë piktorike dhe mbulohen nga faza e dytë, qoftë edhe sepse fshihen në shtresën e vernikut tepër të oksiduar, i cili është errësuar dhe pengon vëzhgimin e tyre. Duke studiuar figurat e shenjtorëve dhe mbishkrimet, mundëm të formulojmë një hipotezë pas së cilës me shumë mundësi faza fillestare e pikturimit të datoj rreth shekullit të 17 dhe gjithashtu mbi bazën e radiografisë mundëm të kuptojmë që dy figurat kryesore që përkulen drejt pronit të ylinces që krijojnë skenën deisis mund të identifikojmë apo si Pjetër dhe Pavël. Duke mbështetur në mbishkrimet që u identifikuan fal radiografisë, si edhe në karakteristikat e pikturës së fazës së dytë, mund të konkludohet se kjo fazë daton me siguri në shekullin 19. Informacionet të tjera të cilat arritën të akumulohen pas aplikimit të radiografisë për studimin e kësaj ikone janë për suportin e drurit, mund të themi që u vunë në DNA dhe u identifikuan venat ujrat e drurit, figura 19, u identifikuan dhe u lokalizuan çarit të drurit, u lokalizuan gjithashtu zonat të tjera në brendësi të drurit, të cilat nuk ishin të dukshme me sy të lirë dhe po ashtu edhe zonat të tjera të dëmtuara nga insekte drungrënëse. Lidhur me pulhurën e ikonës, u kuptua që pulhura e vendosur mbi suportin drysor shtrihet në të gjithë sipërfaqen e drurit, detaji është në figurën 17. Sa për grundin dhe për shtresa pikturore, materialet u identifikuan material plotësuese dhe stukimet, krisje dhe çarje të ndryshme të shtresave pikturore dhe u morën informacion mbi shtresat pikturore, kur ato mbulohen nga shtresat e sipërme apo qoftë edhe në rastet kur mbulohen nga verniku i oksiduar. Kampionmarrja u konsiderohet si teknika më efektive për analizimin e stratigrafisë së ikonës. Zonat e kampionmarrjes janë 7, prej nga ku një kampion u mor nga suporti i drurit, bëhet fjalë për kampionin D4 dhe një kampion u mor nga pulhura, kampioni D5.
fotografitë që shikojmë janë fotografitë të marra nga vërtetimi i kampionëve në gjendje të lirë në stereomikroskopi. Prej këtyre kampionëve më interesant është kampioni D8, i cili mbar të dy fazat e pikturimit të ikonës. Mëtej u ndoq procedura e përpunimit të kampionëve dhe zhytjes së tyre në një rezin poliesterike. Sigurisht për shkak të kohës kufizore sot do të njihemi vetëm me disa prej kampionëve më përfaqësuese dhe më të rëndësishme, të cilët janë në fotografinë numër 34 shohim bërjen ndërthore të kampionit D7 në zmadhimin rreth her 50 në ndriçimin ultraviolet. Në kampionin në fjalë vëret bërjen ndërthore dhe pëlhurës së ikonës, shtresa numër 3 dhe poshtë, pra shtresa numër 1, shohim edhe një pjesë të vogël, një fragment të vogël nga suporti i drurit. Ky kampion na siguron stratigrafi të plotë të fazës fillestare të ikonës. Ndërkohë që fotot që shohim na vijnë nga kampioni D8, ku dallohet qartësisht prezenca e dy shtresave pikturore, të cilat ndalen mes tyre nga një shtresë shumë e trashëgrundi. Veçanërisht interesante në këtë kampion ishte shtresa numër 4, pra të cilën shohim në figura 43. E cila në vështirëson në identifikimin e saj, prandaj dhe kushton një vëmendje të veçantë dhe studim më të detajuar me analiza më të specializuara në vijim. Analiza SEM është analiza e mikroskopisë elektronike. Sigurisht sërish për shkak të kohës kufizore do të njihemi vetëm disa prej kampionëve. Në figurën 46 shohim kampionin D4 në nënvërtim me mikroskopi elektronike në zmadhimin her 50. Dallohen gjurmët që kalon përhura mbi një shtresë shumë të hollë dhe të tëjdukshme organike, e cila pas analizimit me teknikën FTIR u identifikua me kunelokolla ose me tutkall lepuri, një ndryshe. Ndërkohë që kokrizat rrethore që vjen në re në figurën 47 identifikohen me mbetje elemente shmikor që janë zhvilluar në brendësi të mureve të qelizave të drurit, ndoshta nga fakti i ruajtjes së kësaj ikone në një ambient me lagështirë relative të lartë. Ndërkohë që në figurën 48 dhe 49 vjen re inte karakteristike të një peme druri halor. Në figurën 50 dhe 51 vëmë re të vërejtuar në mikroskopinë elektronike një fije lino marrë nga pëlhura e ikonës, e cila është mbuluar një shtresë materiali organik, pra me tutkall lepuri, siç përmendëm dhe më herët, i cili pengon vërejtimin në mikroskopi elektronike në mënyrë të detajuar. Pa çka, në fotografinë 52 arritëm që të merrnim një imazh më të qartë, pra ku dallohen specifikat e një fije linoi, një fotografi e zmadhuar her 800. Në këtë tabelë shohim në mënyrë të përmbledhur të gjitha pigmentet që u identifikuan nëpërmjet teknikës SEM-IDS. Analizimi kampionit që u mor nga suporti drysor me teknikën ATR na informoi që mbi panelin drysor është aplikuar një shtresë dyllblete. Këtë e kuptuam në sajt të zonave karakteristike që u shfaqen dhe që përmbledhen në tabelën që shohim. Prezenca e këtij materiali duhet të lidhet me ndërhyrje të drejtë për drejtë me qëllim konsolidimin e drurit dhe shtresës pikturore mbi të. Rezultatet. Në total u identifikuan 10 pigmente, u bërë prirje e piktorëve të dyja fazave për të përzierë pigmente të ndryshme mes tyre. Teknika SEM-IDS dhe teknika FTIR identifikuan prezencë të oksalatit të kalciumit në gjendje Wedelite, që shërben si një shtresë e hollë e bardhë që pengon leximin e kompozimit pikturor. Ndërkohë, konkludojmë që kemi të bëjmë një druj që përket familjes së pemëve halore. Grundi i ikonës konsiderohet si shumë stresor. Teknika FTIR na siguron që teknika e përdorur nga piktorët është ajo e temperës me vezë. Arsyeja pse u mbi pikturua ikona lidhet me prezencën e humbjeve të shumta të shtresës fillestare pikturore. Mbulonte të gjithë sipërfaqen e ikonës dhe sot ruhet vetëm 50% e saj. Faza e parë e ikonës mund të datohet në shekullin 17, ndërkohë që faza e dytë mund të datohet me siguri në shekullin 19. Ky studim kontribon në identifikimin e materialeve përbërëse, faktorëve të dëmtimit dhe shkallës së degradimit të ikonës, grumbullimi këtyre të dhënave të vlefshme
jo vetëm që ndryshoi fazat historike të saj, por gjithashtu krijoi bazën për hartimin e propozimeve të konservimit të kësaj ikone. Aplikimi i teknikave analitike fiziko-kimike në studimin e ikonës Ylinca me shenjtor përbën një harp thelbësor drejt konceptimit të një qasje restauruese të bazuar në të dhëna objektive dhe të verifikuara shkencërisht. Rezultatet e marrë nga teknikat analitike përbëjnë bazën mbi të cilën do të ndërtohet çdo vendimarrje kujdesshme restauruese, pasi lejojnë përcaktimin e metodave dhe materialeve që mund të përdoren pa rrezikuar stabilitetin kimik dhe fizik të ikonës. Njohja e pigmenteve konkret si dhe identifikimi i lidhësve organik mundëson vlerësimin e ndjeshmërisë së tyre ndaj tretësve, lagështisë apo ndërhyrjeve të tjera të restaurimit. Ky informacion është i domosdoshëm për zgjidhjen e materialeve restauruese që janë kimikisht të përputhshme me përbërjen origjinale të veprës, duke shmangur reaksione të padëshiruara, ndryshime kromatike apo përkeqësime të ardhshme të stabilitetit të shtresave piktorike. Në këtë mënyrë, teknikat fiziko-kimike nuk përfaqësojnë vetëm mjetet diagnostifikuese, por shndrohen në udhërhyes të domosdoshëm për ndërtimin e një ndërhyrje restauruese të kontrolluar, të sigurt dhe të respektueshme ndaj autenticitetit të veprës. Duke njohur me saktësi materialet përbërëse, restauratori është i aftë të përzgjedhë në mënyrë të ndërgjegjshme dhe të arsyetuar materialet moderne që janë në përputhje me veprën, si edhe të shmangë përdorimin e substancave potencialisht të dëmshme. Kjo qasje siguron jo vetëm efektivitet në restaurim, por edhe jetëgjatësi të trajtimit, duke garantuar që ikona të ruajë stabilitetin e saj për dekadat e ardhshme. Faleminderit për vëmendjen.